Byreku me lek dhe me 12 lloje të ndryshme barishtësh është një prej simboleve që besimtarët bektashian festojnë Sultan Nevruzin. Therim këndes, bëhemi me gjak në ballë edhe mblidhemi si familje. Të paktën këtë kemi patur gjithmonë. Ushqimet tradicionale kemi byrekun me lek, po. Duhet të bërë patjetër një gjak, një gjel për ta therr. Duke ndezur ushqirinë, ata luten për dëshirat e tyre dhe dashuri mes njëri tjetrit, një nga ritet kryesore të kësaj feste, e cila simbolizon shpresën dhe fillimet e reja. Ndezim qiri, shkojmë brenda, prekim ato vendet e mira. Ata përcjellin urimet e tyre për lumturi, shëndet dhe paqe. Të gëzuar Sultan Nevruzin është një ditë e bekuar, është ringjallje e gjithë edhe njerëzia, edhe bimësia. Gëzuar një verë sa më të mbarë do Zoti, për të gjithë, gëzuar. Gëzuar Sultan Nevruzin, mbarë e mirë inshallah. Gëzuar barësi kjo ditë e bekuar e bektashizmit për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Gëzuar për shumë vjet. Për besimtarët bektashin, Sultan Nevruzi nuk është vetëm një ditë feste, por edhe një moment reflektimi dhe bashkimi. Festa simbolizon rigjallërimin e natyrës duke shpresuar për një të ardhme më të mirë.